Ish-presidenti Amerikan Donald Trump ka dhënë një deklaratë të fortë në një intervistë për Fox News, ku theksoi se Ukraina mund të mos mbijetojë dhe mendimin e Shteteve të Bashkuara. Ai mbrojti vendimin e tij për të tërhequr mbështetjen për Kievin, duke privuar një tablo të zymë të situatës së vendit, që prej 3 vitesh është në luftë me Rusinë. Po Ukraina mund të mos mbijetojë gjithsesi, ne kemi disa dobësi përballë Rusisë dhe tani kemi ngecur në këtë rrëmuj, tha Trump gjatë intervistës. Ish-presidenti, i cili ka kritikuar vazhdimisht administratën Biden për mbështetjen e saj ndaj Ukrainës, përsëriti se presidenti Volodymyr Zelensky nuk ka treguar mirënjohje për ndihmën amerikane. Sipas Trumpit, administrata e mëparshme ka dhënë fonde për Ukrainën si karamele, pa kërkuar llogaridhënie nga Kievi. Duke u distancuar nga politika e jashtme e administratës Biden, Trump ka kërkuar të pozicionohet si ndërmjetës në konfliktin Rusi-Ukrainë, duke e vënë theksin më shumë tek presioni mbi Ukrainën se sa mbi Moskën. Megjithatë, javën e kaluar ai paralajmëroi masa ndëshkuese edhe ndaj Rusisë, e cila tashmë po përballet me disa nga sanksionet më të ashpra të vendosura ndonjëherë nga SBA-ja për shkak të pushtimit të Ukrainës. Këto deklarata vijnë në një moment kritik për Ukrainën, e cila vazhdon të kërkojë mbështetje nga aleatët perëndimor për të vazhduar rezistencën kundër agresionit rus. Pavarësisht skepticizmit të Trumpit, Shtëpia e Bardhë dhe Kongresi Amerikan mbeten të ndarë mbi qasjen që duhet të ndjekin ndaj Ukrainës dhe ndikimin e politikave të ardhshme të Trumpit në këtë çështje.